Na sill 2 milion lek ose në të kundërt e vrasim. Me këto fjalë, 5 të rinj në Tiranë kërcënuan bashkëshorten e një 68 vjeçari, të cilin e kishin marrë atë peng. Ngjarja ndodhi mesditën e së martës në rrugën George W. Bush, ku 2 vëllezërit, Sulejman dhe Clinton Sina, dhe miku i tyre Idayet Mashollari, morën peng dhe me forcë Edvar Agalliun dhe e futën atë në një automjet për ta mbajtur peng për disa orë në një banesë të braktisur në fshatin Kakunj në Baldushk. Pasi kërkuan shumën e lekëve bashkëshortes së 68 vjeçarit, parat janë dorëzuar në zonën e Esaukut, tek Bajram Ibraliu. 4 të rinjt bashkë me një 32 vjeçare, Nikoleta Begovi, u arrestuan nga forcat e rendit. Nga hetimet ka rezultuar se Edvar Agalliu ka pasur një lidhje intime me Nikoleta Begovin, e cila për këtë lidhje ka vënë në dieni edhe bashkëjetuesin e saj, Sulejman Sina. Më pas ky i fundit së bashku me vëllain dhe mikun e tij e kanë marrë 68 vjeçarin fortësisht duke e futur në automjetin e tyre, nga vendi ku vajza 32 vjeçare kishte lënë takim me Agalliun. Hetuesit dyshojnë se pengmarrja 68 vjeçarit ishte organizuar nga vajza dhe djemt, me qëllim që të përfitonin shumën e parave nga familjarët e 68 vjeçarit. Edhe pas arrestimit, të rinjt kanë pohuar në polici se Agalliu kishte ngacmuar bashkëjetuesen e njërit prej tyre.